Aq, jemi me pamje të drejtë për drejta edhe brenda ambienteve të presidencës. Po, ditën e sotme nis kështu rotacioni i parë pas reformës në drejtësi, duhet thënë, në gjykatën kushtetuese, ku Asim Vokshi do të zëvendësoj në detyrën e anëtarit të gjykatës kushtetuese Holta Zaqa, mandati i së cilës përfundoi me datën 15 mars me një vendimarrje të gjykatës kushtetuese. Holta Zaqa e madhe postin edhe të kryetarës së gjykatës kushtetuese, ndërsa nga dita e sotme ky post do të shkojë tek Marsita Xhaferllari, e cila është në detyrë si kryetare e gjykatës kushtetuese për shkak se është anëtarja më e vjetër në gjykatën kushtetuese, ndërkohë që brenda kësaj jave ose maksimum javën e ardhshëm pritet mbledhja e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, mbledhja e gjyqtarëve për të zgjedhur kryetarin e ri të kësaj gjykate për 3 vitet e ardhshme. Zoti Vokshi vjen në këtë post si anëtar i zgjedhur nga gjykata e lartë, pasi sipas kushtetutës 3 institucione, pra gjykata e lartë, Presidenti i Republikës dhe Parlamenti kanë të drejtën për të zgjedhur nga një anëtar në gjykatën kushtetuese. Zoti Vokshi u rendit i pari nga mbledhja e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, por në procesin e votimit në mbledhjen e përgjithshme të anëtarëve të gjykatës së lartë, zonja Naureta Llagami mori 8 vota nga anëtarët e gjykatës, por pra u rendit e para me vota dhe zoti Vokshi mori 7, por për shkak se asnjë prej tyre nuk arriti të merrte 9 votat e mjaftueshme, atëherë i pari u zgjodh Asim Vokshi si anëtar i gjykatës kushtetuese.